Ilir Vrenozi, një nga personazhet më të komentuar të këtij edicioni të Big Brother VP Albania, ka zbuluar ditën e sotme në emisionin BBV Fan Club se menjëherë pas daljes nga shtëpia është kontaktuar nga disa figura të njohura të politikës shqiptare. Ai tregoi se dy deputet, Ervin Saliani dhe Bujar Leskaj, e kanë telefonuar personalisht për ta përgëzuar për qëndrimin dhe sjelljen e tij gjatë qëndrimit në reality show. Sipas Vrenozit, telefonatat kanë qenë të drejtpërdrejta dhe mbështetëse, duke i dhënë komplimente për mënyrën se si u përball me situatat dhe debatet në shtëpi. Ervin Saliani dhe Bujar Leskaj më kanë marrë në telefon, po ashtu edhe Muslim Murrizi. Më komplimentuan, më than bravo, bravo, u shpreh Vrenozi gjatë bisedës në studio, duke shtuar se ishte i surprizuar nga ky interes dhe vlerësim nga figura politike. Këto deklarata kanë ngjallur reagime në rrjet, pasi tregojnë ndikimin e madh që programi ka jo vetëm te publiku i gjerë, por edhe te personalitetet publike dhe politike. Përkrahja e hapur nga deputet të njohur shihet si një tjetër dëshmi e popularitetit që Vrenozi arriti të fitojë gjatë eksperiencës së tij në BBV. Nëse Vrenozin do ta shohim krah ndonjërit prej këtyre figurave, mbetet për tu parë.